Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Tema që do të mbajmë sot ka të bëjë me një fenomen që po bëhet gjithnjë më tepër trendi, pra gjë e modës. Do flasim për tatuazhin. Do thoni juve, po neve s'na intereson shumë. Patjetër që na intereson, sepse qofse ne nuk e kemi bërë, mund t'jenë duke u të nduar nipat, besat, fëmijët tanë që kërkojnë ta bëjnë, sepse është ajo shprehje she rushin dhe piqet. Që do thotë që mund t'i ndikojnë dhe t'infektojnë dhe njerëzit tanë të afërt që të bëjnë tatuazhin dhe duhet ta sqarojmë se çfarë është tatuazhi. E para njëherë tatuazhi ose tatuja që quhet, vjen si term nga gjuha polineziane, nga fjala tatuo, që do thotë të dekorosh trupin me anën e incizimit në lëkurë nëpërmjet shpimit me gjilpër. Ai quhet sot edhe body art ose arti i trupit, dhe njerëzit që në lartësi e kanë përdorur tatuazhin për arsye të ndryshme. E para njëherë njerëzit e kanë përdorur tatuazhin duke qenë në supersticioze, pra që kishin frikë nga fenomenet e natyrës dhe i besonin ato si zota. Ata kërkonin t'i mishëronin këto fenomene natyrore në trupat e tyre, siç ishte fuqia e zjarrit, e rrufes, e drurve, gurve dhe kafshëve. Kështu që njeriu, duke mos ditur çfarë ishin këto lloj fuqi natyrore, i bënte mbi natyrore, dhe që të mbrojej prej tyre, ai i stilizonte në forma të ndryshme, simbolike, duke vendosur në trupin e tyre me teknika të ndryshme, siç ishte shpimi me gjilpër ose prerja, stampimi, zakonisht bëhesh me bojë të zezë ose me ngjyra. Pra, tatuazhi ka qenë që nga lartësia për të mbrojtur nga zotat që në vetvete janë sajesa njerëzore ose nga padituria e njerëzve, por siç dimë dhe nga frymërat gënjeshtare, demonët të cilët talleshin me njerëzit dhe fenomen natyrore i nxisin njerëzit i besonin si zota. Pothuajse në të gjithë popujt pagan ka pasur praktika të tatuazhit, por gjithmonë këto kanë qenë edhe me karakter okult, të fshehtë, lidhje pra si thash me perëndit. Por perëndit e kombeve, thot psalmisti, janë demon. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë kjo çështja e tatuazhit. Pra, tatuazhi përveç se ka pasur karakter okult, ka pasur dhe karakter njohës për fiset. Fiset të ndryshme kishin një simbolik të ndryshme, të cilët ata e vendosin në trupat e tyre për të dalluar nga njëri tjetri, dhe kështu që krijonin këto simbolikat e tatuazheve. Dhe patjetër që këto tatuazhe kishin edhe emrin e tyre, quhen tribale, pra shenja simbolika tribale. Por tatuazhi është përdorur dhe me karakter estetik për të zbukuruar trupin, sidomos gratë, por edhe burrat, dhe ka pas një shtrirje gjeografike në shumë vende të botës, pothuajse në të gjitha fiset, tribut, në qendrat e qytetërimit larg, si në Egjiptin e vjetër, Indi, Azi, Kin, Japoni e tjerë. Tatuazhi është praktikuar dhe në Iliri, në vendin ku jetojmë neve sot, në fise të ndryshme. Ilirët, për shembull, si dëshmon historianët e lartësisë, si Herodoti, flasim në shekullin e 4 mbas para Krishtit, ata ilirët përdorshin tatuazhin me karakter okult ose me origjinë totemike, si për shembull gjarpri me krah, dragojnë pra, kaprollin ose kafshë të ndryshme që dallonin nga fisi në fis. Por ku u ndalua tatuazhi? Në dhjetën e vjetër, i vetmi popull që u ndalua të bënte tatuazh si me
simbolikën okulte, pra të marrësh fuqitë e Perëndisë në trupat e njerëzve, ose tribue, pra për dalluar nga një fis në fisin tjetër, por edhe për zbukurim u ndaluan në dhjetën e vjetër tek populli i Izraelit. Populli i Izraelit mori ligjin nga Perëndia, mori atë 10 porosit, por pastaj mori dhe 9 porosit e tjera edhe në lidhje me tatuazhin. Tek libri i Levitikut, i ligjit domethënë, na thuhet, nuk do të bëni prerje mishit tuaj për një të vdekur, nuk do të bëni asnjë tatuazh mbi trupin tuaj. Pra, Perëndia ishte i qartë me popullin e Izraelit. Ky ishte një vetmi popull që u krijua nga Perëndia nëpërmjet të zgjedhurve Abraham, Isak, Jakob, dhe atij u dha ligji. Kështu që tatuazhi u ndalua si praktik tek populli i Izraelit. Pra, çdo lloj gërvishtje apo shenjë në trupin ishte e ndaluar sepse shikohej si një praktik e gabuar që lidhte hebrejt me kultet pagane, që kishin të bënin me botën e të vdekurve, me botën e nëndheshme, dhe këto praktika okulte ishin shumë të përhapura në Egjiptin e lashtë, që quhej dhe vendi i magjisë. Ne dim se populli i Izraelit jetoi për 400 ca vjet në Egjipt dhe ishte infektuar nga këto forma okulte siç ishte dhe tatuazhi. Prandaj u ndalua rreptësisht që në trupat e izraelitëve të mos bëheshin tatuazhe. Por me ardhen e krishterimit, përsëri tet krishterët që vinin nga fet pagane ose nga bota pagane, u ndalua përsëri tatuazhi, sepse u mbështetëm tek ligji, pra që populli Izraeli mori nga Perëndia. Po njëjti ligj është, si them, në funksion dhe ka autoritet edhe mbi të krishterët. Pra, të krishterët nuk duhet të bëjnë në trupat e tyre tatuazh. Prandaj, kjo është një praktik që u hoq nga paganët kur ata u bën të krishterë. Kur bën të krishterë, paganët e hoqën dhe bërën e tatuazhit si okult, si në formën e tribus ose dhe për zbukurim, dhe u largua kjo praktik dal nga dal. Pse? Në krishterim kjo urdhëres mori dhe një kuptim akoma dhe më të theksuar shpirtëror, por edhe personal. Sepse trupi i krishterit nuk është thjesht trupi një njeriu, por trupi i të krishterit është trupi i Krishtit. Sa u pagëzuam me Krishtin u veshëm, aleluja. Prandaj, nuk lejohet që në trupin e të krishterit, që është blerë me çmimin e gjakut të Krishtit, një i krishter të bëjë çfarë dojë me trupin e tij. Këtu po flasim edhe për tatuazhin. Pra ne nuk mundemi që në trupin ton, që kur u pagëzuam nuk është më tashmë trupi ynë, ne të bëjmë çfarë duam. Kjo është arsyeja që tatuazhi të krishterësh është i ndaluar. Pra, për ata që nuk e din, le ta mësojnë që te krishterët tatuazhi është i ndaluar dhe të krishterët nuk duhet ta bëjnë tatuazhin. E thot shkrimi i shenjtë. Dhe më konkretisht apostulli Pavli thot, trupi është për Zotin. Pra, trupin e ja kushtojmë Zotit dhe nuk mund t'ja kushtojmë bestytnive, okultizmit, pra nuk mund të shtojmë ose të heqim tek trupi ynë atë siç e ka bërë Zoti. Kuptohet, ne mund të ndërhyjmë tek trupi ynë për ta korrigjuar trupin, flasim gjëra të cilat janë të lindura me probleme gjenetike ose të dëmtuar gjatë jetës, po. Por jo që të shtojmë disa gjëra të tjera, sikur i mungon trupit ton, dhe aq më tepër tatuazhi që ka karakter okult, që neve marrim një simbolik okulte dhe vendosim në trupin ton dhe marrim fuqi nga kjo simbolik. Trupi juaj është tempulli i Shpirtit Shenjtë, thot përsëri apostulli Pavli. Dhe a nuk e dini se trupat tuaja janë gjymtyrë të Krishtit? Pra çdo pjesë e trupit tonë është gjymtyrë e Krishtit. Kështu që nuk mund lejohet në asnjë pjesë të trupit që të bëhet një tatuazh. Prandaj, disa krishterë naiv mendojnë se mund të bëjnë tatuazh në trupat e tyre, për shembull me simbolika krishtere. Për shembull mund të bëjnë kryqin, mund të bëjnë një pëllumb,
ose bëjnë fytyrën e Zotit të tërshenjtës dhe mendojnë se kanë bërë diçka fetare dhe duke qenë fetare, kjo është e lejueshme. Jo. Edhe të tilla gjëra ose simbolika të krishtera, përsëri nuk lejohen të bëhen në trupat tanë. Sepse këto bëjnë shkak edhe për blasfemi. Le të japim disa shembuj. Disa të krishterë naiv bëjnë simbolikat krishterë, për shembull bëjnë kryqin në këmbë. Unë kam parë në këmbë bërjen e kryqit. Por bërja e kryqit në këmbë, si tatuazh, është blasfemi, sepse ti e vendos kryqin jo në ballë ose në gjoks, ku janë vendet më të nderuara, pra është mendja jon ose është zemra jon, por e vendos në këmbë, pra ti e përdhos kryqin. Ose disa e bëjnë në dorë tatuazhin. Për shembull, bëjnë shenjën e kryqit në parakrah dhe mendojnë se e ka bërë shenjën e kryqit që të jetë i dukshëm, por është normal. Por do të dim një diçka, se edhe këtu futet i ligu. Futet mendja djallëzore tek të ligu tek këta krishterë naiv, sepse vërtet ai mund ta bëj kryqin në krah dhe kur e ka krahun e shtrirë, kryqi është normal, por kur ai do ta ngrej krahun, sepse do ta mbaj krahun ngritur, krahu lëviz, atëherë kryqi kthehet me kokë poshtë. Kështu që ti, po çfarë po bën? Tani po mban një shenjë antikrishte. Pra, edhe me Krishtin dhe me antikrishtin në trupin tënd. Kjo është e patolerueshme. Ose diçka tjetër, mbajnë fytyrat, bëjnë fytyrën e tërshenjtës ose Krishtin në trupat e tyre dhe kjo duket fetarizëm i madh. Por s'mund ta bash fytyrën e Krishtit të tërshenjtës ose të Krishtit në trupin tënd. Pse? E parë nuk është e lejueshme, është ndaluar që mos bëni tatuazhe në trupat tuaja, por e dyta, trupi ynë mund të përshtatet me trupa të tjerë, flasim në lidhjet martësore, bashkimet trupore, seksuale, dhe si tani ikonën e fytyrën ose mirë thash e Krishtit dhe shëmërisë do ta bësh ti pjesë të marrëdhënies trupore? Pra, a e kupton çfarë bëhet? Ikonat janë të ndaluar në dhomën e gjumit, sepse ikonat kanë sy, që do të thotë ky marsh që ne të bëjmë për Krishtin dhe për shërmërinë nuk është thjesht një pikturë fetare ose për zbukuruar ambientin. Ato janë dritare që kalon hiri i Shpirtit Shenjtë. Prandaj ne puthim ikonat, por mendo këto ikonat janë në dhomën e gjumit, kur një çift i martuar, i bekuar në kish flasim, prapë është në një marrëdhënie intime. Nuk lejohen ikonat në dhomën e gjumit, përveç kryqit. Asgjë tjetër. Ose ikonat duhet të jenë me kapak ose të mbuluara, qofse keni parë disa ikona që janë me kapak. Këto janë ikona që vjeshin në dhoma të gjumit. Kurse ikonat të tjera janë të zbuluara, nuk janë në dhomën e gjumit. Por, aq më tepër dhe në trupin tënd tash. Si mund të vësh ti ikonën e Krishtit dhe shëmërisë? Pra, shiko si të shtyn i ligu pa e kuptuar që ti të përdosësh shenjën e Krishtit, të kryqit, ose imazhin e tij, ose të shenjtës. Aq më tepër të bësh një tatuazh edhe me karakter fetar në thojza, në trupin e një të krishterit flasim, se le flasim për botën, por për një të krishter, sepse këtu ndohen të krishterët tash, që të bëjnë një tatuazh, por ta bëjnë në formë fetare dhe kjo tregon një marrëdhënie korrekte me Zotin, është një ofendim ndaj krijuesit. Pra, mendoni për shembull të shkoni sot në Louvre, aty ku është Mona Lisa, që është një nga pikturat që mbahet si kryevepra që ka dalë nga dora e njeriut, nga Leonardo da Vinci, dhe mbajnë si një nga kryeveprat e mëdha të artit. Dhe ruhet në mënyrë shumë rigoroze, të shkojë dikush tani asaj t'i bëj një nishan ose t'i bëj disa shenja tjera, sepse i pëlqen atij. As autori, po t'ishte gjallë Leonardo, nuk do ta lejonte, por asnjëri nga ne, as ata që ruajnë atje, nuk do ta pranonte një marrëzi të tillë që këtë kryevepër t'i bëhesh edhe një shtesë nga një njeri që thoshte i duhet edhe një nishan këtu, po ja bëj unë me si them, po ndërryj unë atje me penel ose diçka tjetër. Pra, ne jemi kryevepra e Zotit. Kështu siç jemi, do thoni juve, po ne nuk jemi kaq të përsosur. Secili prej nesh është i veçantë në veten e vet. Është një kryevepër e Zotit.
Dhe lavdi Zotit që nuk na ka bërë të përsosur, se po na bënte shumë të përsosur, do kishim tundime me krenarin dhe do na ngacmonin dhe na tundonin dhe të tjerët. Prandaj ata që kanë një bukuri natyrore kanë shumë kosto mbi veten e vet. Sepse edhe mbushen me egocentrizëm, narcisizëm, por edhe ngacmohen nga të tjerët. Tundohen. Kështu që lavdi Zotit që na ka bërë këta që jemi. Dhe këta që jemi unik. Jemi një kryevepër e Zotit. Ne nuk mund lejohemi që në trupin ton tani të bëjmë dhe disa shtesa të tjera, bëjmë disa piktura, zgaravina, disa të heqim ca e të shojmë disa gjëra tjera. Siç mendonin dhe bënin njerëzit pagan, ose siç bëjnë dhe sot njerëzit që nuk besojnë në Krishtin. Por fatkeqësisht siç bëjnë dhe disa të krishterë me frymë bote dhe duke u gënjyer se duke bërë tatuazh me simbolika të krishtera, ata janë okay. Jo. Duhet kemi kujdes nga kjo sepse është e ndaluar. Pra duhet ta dim njëherë mirë, ata që na shikojnë dhe dëgjojnë, edhe juve, është ndaluar mos bëni tatuazh në trupat tuaja. Në çfarë do lloj formati, simbolike nuk lejohet. Trupi i krishterit nuk është i atij, është i Krishtit. Prandaj të krishterët janë thirrur të përlëvdojnë Perëndin në trupat e tyre, thot përsëri apostulli Pavli, dhe të gjitha gjërat i bëjmë për lavdit Perëndis. Zoti nuk do që ne të bëjmë tatuazh. Atëherë pse bëjmë ne këtë? Për t'i pëlqyer botës, për të rregjur vëmendjet e njerëzve. Dhe transformojmë deri aty trupin ton që i keni parë disa që kanë bërë dhe gjithë trupin me tatuazh. Se sa të futesh në lojë është muhabeti dhe pastaj futet në rrethim vicioz. Për të rregjur vëmendjen e tjerëve, bën diçka akoma më shumë sepse ti e ke bërë, ajo duket pasaj diçka normale, e ka bërë një tjetër më shumë, ti shikon atë që e ka bërë më shumë dhe ka njerëz që kanë bërë trupin komplet. Dhe janë bërë si trupat e gjarprive që kanë ato shenjat e tyre në trupin e tyre, kështu duket edhe trupi i tyre. Dhe ju duket si mburrje dhe mburren se kanë bërë trupin e tyre në atë formë, në atë pamje skandaloze. Pra, është një gënjeshtër e djallit. Nuk është se i pëlqen as Perëndis, por nuk është as edhe e bukur. Sepse, si them, Zoti na ka bërë të përsosur dhe nuk kemi nevojë as të heqim, as të shtojmë diçka. Por, përveç problemet shpirtëror që ka tatuazhi, që është një thyrje e porosisë Perëndis, tatuazhi ka probleme shëndetësore, që shumë naiv që shkojnë bëjnë tatuazh nuk e din. E para, tatuazhi sot edhe shkencërisht është vërtetuar se shkaktar i përhapjes së shumë sëmundjeve infektive, hepatiti C, hepatiti B, tuberkulozi, sida, madje edhe të sëmundjeve kanceroze të lëkurës. Mjekët dermatolog thonë se njerëzit me tatuazhe të mëdha ose që kanë dhe me ngjyrë të zezë zakonisht, janë të rrezikuar nga melanoma ose kanceri i lëkurës. Pra, përveç se është bërë ajo, mendoj që të dalësh dhe në diell ta ekspozosh, si bëhet lëkura jote. Pra, lëkura jote është e predispozuar që të ketë një kancer. Dhe kanceri i lëkurës është kancer vdekje prurës. Sipas dermatologëve në Australi, tatuazhet e mëdha dhe të zeza mund të krijojnë përbërës ose mirë thash, kancerogjen ku ekspozohen darezeve të diellit. Kështu që të paktën ata që kanë tatuazh ta dinë që tatuazhet e tyre kur ka diell të fortë mos i ekspozojnë, siç dalin tani në plazhe dhe ju duket sikur çfarë kanë bërë. Ata mendo po dëmtojnë trupin e tyre. Dhe kjo është një naivitet, kjo është një budallëk. Po ashtu dhe ngjyrat, sepse bën tatuazhe edhe me ngjyra, janë pigmente kimike që futen në trup dhe vërtetuar shkencërisht se të gjitha këto element kimik dëmtojnë lëkurën dhe trupin dhe hyn dhe në gjak. Lese çton ata që bëjnë tatuazhe, që këto janë bojra natyrore se bojra bimore gënjen, janë me element kimik. Kështu që çfarë po bën? Ti po shkatron trupin tënd. Por tatuazhi është një problem social. Pse është problem social dhe ekonomik? Sepse tatuazhi
ty e shtyn një person të bëj tatuazh për shembull diçka që i ka ndodhur në jetë. Ja çfarë ndodh. Është njëri dashurohet me një vajzë ose me një djalë dhe shkruan në trupin e vet emrin e personit që e dashuroi ose bën dhe fytyrën e atij personi. Por çfarë ndodh? Ndodh që ata ndahen. Urojmë që ata të jenë të bashkuar dhe ta mbyllin jetën bashkë. Por sot trendi i ndarjes është shumë normal në thonjza. Atëherë çfarë do bësh me këtë emër ose me këtë fytyrë që ti e stamposën në trupin tënd? Çfarë do bësh? Do ta mbash aty? Pa s'ka lidhje më me ty ose ajo. Atëherë çfarë do bësh? Do shkosh ta heqësh. Kështu që ky krijon një problem social tek personat. E dytë është problem ekonomik. Të bësh një tatuazh ka para. Nuk të bën dikush falas. Është një industri që ka fitime shumë mëdha për ata që merren me këto tatut ose me tatuazhe. Por tani, përveç se është një shpenzim për të bërë tatuazhin, është dhe një shpenzim tjetër për të hequr tatuazhin. Pra shikoni si futet në këtë rrethim vicioz. Para për ta bërë, para për ta hequr. Dhe për ta hequr, mos kujtoni se është e thjeshtë. Se hajde po marrim një gomë tashi, edhe po fshim lëkurën tonë. Jo, duhet ndërhyrje në lëkurë, me reze lazer, me kirurgji, pra ka probleme shëndetësore, estetike të një person që ka bërë tatuazh. Dhe fatkeqësisht tatuazhi po përhapet shumë, për shembull, një ndër 4 amerikanë në moshën 18 deri në 30 vjeç duan të heqin tatuazhet sot. Pra pendohen, i bëjnë një moshë të re, adoleshente ose rinia hershme, dhe pasaj kur piqen dhe kur ndryshon dhe jeta, pendohen për ato çfarë kanë bërë në trupat e tyre që mbeten, stamposen dhe pastaj duan t'i heqin. Dhe nuk është 100% e sigurt që ti mund ta heqësh një gjurmë të një tatuazhi. Por përveç biznesit në rritje të bërgjë dhe të heqit tatuazhit, si thash me forma të ndryshme, tatuazhi është dhe një frymë apostate. Këtu duhet ndalojmë pak. Nuk është kaq e thjeshtë. Djalli bën një plan jo sot për sot. Bën një plan sot për mot. Me ardhen e kishtërimit si doktrin, tham, dhe u ndryshua morali pagan, por edhe mënyra se si paganët e shikonin natyrën dhe aq më tepër dhe veten e tyre dhe hoqën tatuazhin, tendenca për tatuazh filloi në shekullin e 19. Pra, që nga fillimi i krishterimit, 3 shekujt e parë deri në shekullin e 19 nuk kishim të trend që ka tatuazhin. Mund ta bënin burgosurit, prostitutat, por njerëzit normal nuk bënin tatuazh. Kur filloi tatuazhi të shfaqet? Në shekullin e 19, kur në Angli filluan teoritë ateiste të evolucionit. Teoritë ateiste të evolucionit thanë që njeriu nuk ka ardhur nga Zoti, nuk është krijim i Zotit, po është një krijim i evolucionit i rastësishëm nga majmuni është një kafshë e zhvilluar. Atëre, duke parë veten si një kafshë dhe duke mos qenë i lidhur me Zotin, thotë unë bëj çfarë dua me trupin tim. Dhe kështu filloi tatuazhi të shfaqej në mënyrë të fshehtë, te disa zonja të sërës së lartë që marrin tatuazhin e fshehur, ose në ato si them vllazëritë e fshehta që filluan të shfaqen në këto kora, dhe pas luftës së dytë botërore ku njerëzit patën një tronditje për mëkatet dhe filloi një lloj ndërgjegjësimi, tatuazhi humbi si praktik përsëri. Por u rishfaq në vitet 60-70 në Amerikë, në lëvizjet hippie ose të muzikës rock. Pra ku filloi liria seksuale, liria të menduar, liria të vepruar, anarshia, gjithë, filloi të shfaqet edhe tatuazhi. Pra është një frymë e rebelimit tatuazhi, sepse është kundër vullnetit hyjnor. Dhe sot ajo po u bën një trend. Dhe tashi nuk ka, si them, njerëz që nuk tundohen bëj tatuazh, madje edhe njerëz serioz. Unë di dhe njerëz serioz që më kanë pyetur. Pra duke parë njëri tjetrin, shoqe dhe shoku shokun, më ka pyetur, mund ta bëj një tatuazh? Dhe unë i kam thënë, jo, sepse është ndaluar
është porosia e Zotit, por dhe duke i shpjeguar këtë që po flasim sot. Pra, nuk është vetëm te rinia, te adoleshenca, por edhe te të rriturit, sepse është kjo pra trendi, pra duket si diçka normale. Fatkeqësisht, ne kemi një ide të gabuar. Neve kur mendojmë se diçka e bëjnë të gjithë, mendojmë se kjo është normalitet. Jo. Kush e ka thënë që shumica ka drejt? Shpeshherë shumica ka gabim. Shumica kryqëzoi Krishtin, duke bërë krimin më të madh. Pra, në shumicën e rasteve njerëzit dhe turma ka gabim. Kështu që ne të krishterë nuk do të ecim me turmën, me orekset e turmës dhe ndimet e turmës dhe me modën e turmës. Ne jemi të Krishtit, ne jemi kundra rrymës. Krishti nuk ndryshon. Ka qenë i njëjti dje, sot dhe do të jetë. Edhe ne të krishterë njësoj jemi. Nuk ndryshojmë. Siç ishin para tan, duhet jemi dhe neve sot. Jo me që ka ndryshuar bota, të ndryshojmë dhe ne tani. Kush e ka thënë? Kush ka thënë që do ndryshojmë ne ligjet tona morale, parimet tona, por dhe aparecën tonë se ndryshon bota? Kush e ka thënë? Jo. Nëse ne mendojmë kështu, atëherë ne nuk jemi të krishterë. Dhe tatuazhi është rritur shumë, për shembull statistikat në Amerikë, rreth 42% e njerëzve kanë një tatuazh në trupin e tyre. Mendoni sa milionë është Amerika. Në Kanada 38%, në Irland 36%, në Britaninë e Madhe 29%. Pra, 1 në 5 kanë imazhe tato në trup dhe ka një tendencë në rritje, sidomos tek vajzat, tek femrat dhe tek gratë po ashtu. Dhe ne i shikojmë këto edhe rëndom. Dhe kjo po bëhet sot masivitet. Por të kemi kujdes. Pavarësisht se tatuazhi sot është emblema e modernizmit, në të vërtetë nuk është gjë tjetër vetëm rikthim në paganizëm, në primitivitet, në idhujtari. Por edhe diçka tjetër. Fryma e thot qartë se në kohërat e fundit njerëzit do të mohojnë besimin e do të vënë veshin frymrave mashtruese dhe mësimeve demonëve që flasin gënjeshtra më hipokrizi që e kanë dëgjen e tyre të djegur, thot Apostull Pavli. Pra, mesazhi i tatuazhit po përcjell sot një frymë antikrishte. Kush është? Fryma antikrishte është se bota sot, që neve na duket se po ecën në një normalitet, bota po ecën sot në një agjend. Mos harroni këtë. Agjenda është që të krijohet infrastruktura fetare, politike, shtetërore, gjeografike, ku të shfaqet antikrishti. Kjo nuk është konspiracion. Këtë e thot shkrimi i shenjtë, e ka thënë goja e Krishtit, e ka thënë apostujt, e thot libri i zbulesës, që do shfaqet antikrishti para se të vi Krishti. Por, kur të vi antikrishti, patjetër që ai ka një plan. Dhe neve e dim planin e tij. Shikoni çfarë thuhet në Bibël. Veç kësaj bëri të gjithë, të vegjël dhe të mëdhenj, dhe të pasur dhe të varfër, dhe të lirë dhe të sklever, t'ju vihet një damk mbi dorën e tyre, të djathtë ose mbi ballin e tyre, që askush të mund të mos blej ose të shes, po të mos e ketë damkën, ose emrin e bishës ose numrin e emrit të saj. Ktu është urtësia. Ai që ka mend le të bëj llogarin numrin e bishës, sepse është numër njeriu dhe numri i tij është 666. Pra, kush është plani afatgjat i djallit? Është që kur të vijë antikrishti, njerëzit të matrikohen me një vul që do të jetë vul me teknologjinë që është shfaqur sot në botë, që do të jetë jo thjesht një numër, po do të jetë patjetër do të jetë një radiomarse në trupin ton, një čip në trupin ton, me një sistem dhe me një vul që të na kontrollojnë ku jemi, çfarë flasim, çfarë bëjmë, dhe të kontrollojnë dhe mendimet tona dhe të na bëjnë si ata robotët që kanë atë, si them, kanë kasetën atje dhe do bëjnë çfarë i thot ai që i ka krijuar. Pra do të na humbi lirin dhe na kthejnë në robot dhe të na kontrollojnë. Por, në qoftë se dikush e ka bërë tatuazhin, e ka vënë një njoll në trupin e vet, ai se ka problem të bëjë edhe një njoll tjetër
sepse është bërë si ai gjysmë i gatshëm. Pra kur e ka lejuar trupin e vet të njolloset me këto simbolika që janë, si thash, që vinë nga lartësia, janë okulte, janë besëndnira, se ka problem pasaj të bëj edhe vulën e djallit dhe të antikrishtit. Kështu që ky trend i tatuazhit në këtë botën moderne, në thonjza, që po kthehet në primitivitet, dhe kjo duket edhe në lakurisi. Lakurisia është primitivitet, nuk është modernizëm. Edhe tatuazhi është primitivitet, na çon te njerëzit e shpellave, por është fryma rebele e antikrishtit që fatkeqësisht po infekton edhe të krishterët naiv me frymë bote, që thonë jo s'ka një problem, ne jemi të krishterë dhe si shtam dhe në fillim të bisedës bëjnë tatuazhe me simbolika të krishterë në trupat e tyre. Prandaj të kemi kujdes, sepse ai që do të marri vulën, ai nuk ka shpëtim. Sepse vulosja të bashkon me djallin, të heq hirin e pagëzimit dhe je i kontrolluar, nuk je më vetja jote, je pa liri. Kështu që djalli do të bëj me ty çfarë doj. Dhe Krishti nuk mund të ndikojë tek ty, se ti nuk je më vetvetja, ti nuk je më ndërgjegje. Ti nuk ke aftësi të zgjedhësh. Ti je rekrutuar përfundimisht në atë ushtrinë e djallit. Prandaj duhet kemi kujdes se këto nuk janë shakara. Dhe nuk vjen me njëherë ajo, doli tani dikush të japi urdhër që të gjithë vuloseni. Vjen gradualisht. Në fillim me tatuazhin, pastaj me kartat e kreditit, pastaj me marrëdhënie pa para. Pastaj do ta marrësh në dorë ose në ballë, thot atë vulën që ka karta, sepse mund të tumbasi karta. Dhe pastaj do ta marrësh se ndryshe nuk do blesh, nuk do shesësh, nuk do hash, nuk do pish. Çfarë u bën në kohën e Covidit, e bani mend? Që u vendosën disa, kishte karta elektronike që të thoshte që ke bërë vaksinën, që të shkoje në punë, që të hyje në markete, po mos e kishe bërë, po mos e kishe kartën elektronike, ti nuk hyje. Ishte një para ikon e asaj që pritet ndodhi, që kur bëhet globale, kur shfaqet antikrishti. Por mos mendoni se po flasim këtu për shekuj. Jemi në këtë kohë. Pra, ka filluar shenja apokaliptike. Me formimin e shtetit të Izraelit, thot Krishti, largohet koha kombeve dhe fillon koha e antikrishtit. Pra, kemi hyrë në këtë kohë, në këtë sistem që dal nga dal do të shfaqet kur t'i vi koha dhe do vi shumë shpejt. Prandaj, trendi i tatuazhit nuk është kaq i thjeshtë, por është një para përgatitje për të vajtur tek vulosja. Po çfarë thot shkrimi i shenjtë për ata që vulosen? Dhe një angjëll i tretë shkoi prapa atyre duke thënë me zë të madh: Kush t'i falet bishës dhe ikonës së saj dhe të marrë shenjën mbi ballin e tij dhe mbi dorën e tij, dhe ai do të pi nga vera e zemërimit Perëndis që është derdhur e papërzierë në kupën e zemërimit të tij. Dhe do të mundohet me zjarr e me squfur përpara angjëve të shenjtë dhe përpara qengjit, Krishtit pra. Edhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në rreth në jetë të jetëve dhe s'kan preje ditë e natë ata që i falen bishës ikonës saj dhe që marrin shenjën e emrit të saj. A e kuptoni që nuk është kaq e thjeshtë kjo? Kështu që ky trend i tatuazhit do t'i çojë ata njerëz sot që janë pa perëndi, por edhe ata të krishterë mendje hapur në thonjza, naiv, me frymë bote, të pranojnë vulosin që mund të vi shumë shpejt. Kështu që Zoti na ruaj nga një trend i tillë që është kundër Zotit, kundër shëndetit dhe një kurth i të ligut me frymë antikrishte, të ndërgjesojmë veten, të ndërgjesojmë familjarët tanë, fëmijët, nipa, mbesat tona, por edhe të themi dhe të tjerëve. Dhe të ndikojmë dhe tek ata që kanë bërë ta heqin tatuazhin. Sepse ofendon krijuesin që na krijoi pa zgarravina të tilla në trupin ton. Amin. Love the Lord.